Përshëndetje shenja ujorit, sot do të interpretojmë kartat për javën 19-25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi kulla, perandorit, 5 kupat dhe 8 shkopinjt. Në gjendje personale, kulla nënkupton tronditje të papritur, ku strukturat e vjetra rrëzohen, duke ju çliruar juve nga iluzione ose pengesa. Perandori menjëherë pas saj tregon se ju merrni kontrollin, vendosni strukturë, autoritet dhe planifikim racional për të menaxhuar situatën. Ju ose dikush tjetër bëhet lider në këtë kaos. 5 kupat konfirmon zhgënjim, ndjenjë humbjeje ose pikëllim. Kartat këshillojnë të lironi keqardhjen e 5 kupave, sepse shpejtësia e 8 shkopinjve ju çon drejt lirisë. Kalojmë te familja, ku kemi 8 kupat, 8 shpatat, 10 kupat dhe drejtësia. Në familje, 8 kupat bën thirrje për të lënë pas diçka familjare që nuk ju ushqen më shpirtërisht, një rutinë toksike, konflikt i vjetër ose dinamik që ju lodh. 8 shpatat shton ndjenjën e kufizimit, ndoshta një pengesë familjare, ndoshta komunikimi bllokuar ose frikë që duket si burg, por kjo është kryesisht iluzion. Çlironi duke ndryshuar kënd vështrimi dhe duke marrë një hap sado të vogël. 10 kupat premton lumturi familjare të plotë, unitet emocional, gëzim dhe ndjesi të tipit shtëpia plot. Drejtësia flet për sinqeritet dhe korrigjim të padrejtësive, të cilat krijojnë paqe të qëndrueshme, një bisedë e qartë ose kufi i vendosur që rivendos harmoninë. Kalojmë te dashuria, ku kemi kalorësi i monedhave, 6 shkopinj, 6 monedhat dhe mbreti i shkopinjve. Në dashuri, kalorësi i monedhave tregon për energji të besueshme, dedikim praktik që avancon gradualisht drejt një lidhje të gjatë, jo pasione të shpejta, por ndërtimi i sigurt emocional dhe material. 6 shkopinj sillin vëmendje, triumf, sukses të përbashkët në marrëdhënie, njohje reciproke dhe një hap besimi që shpërblehet me gëzim. 6 monedhat flasin për barazi, një rrjedhë e bukur, dhënie dhe marrje, ku siguria emocionale krijon bollëk. Ju ndiheni të plotësuar sepse jepni dhe merrni në mënyrë të barabartë, pa frikë mungese. Por sigurohuni që merrni aq sa jepni dhe mos bëni kompromise për vlerat tuaja. Mbreti i shkopinjve nënkupton se ju ose personi juaj bëheni vizionar, duke drejtuar lidhjen me guxim, karizmë dhe plane të mëdha. Mbreti i zjarrit motivon aventura emocionale dhe qëllime për liri brenda një strukture të fortë. Kombinimi i kartave tregon një javë ku dashuria evoluon nga baza e sigurt te triumfi dhe udhëheqja. Kalojmë te puna, ku kemi asin e monedhave, 5 monedhat, mbretëresha e monedhave në të kundërt dhe të dashuruarit. Në punë, duket se me asin e monedhave ka një mundësi financiare, kontratë ose fillim të qëndrueshëm profesional. 5 monedhat teston me mungesë ose izolim. Mos ndaloni te humbja, sepse është kalimtare. Mbretëresha e monedhave në të kundërt paralajmëron bllokim material, menaxhim të dobët, borxhe ose një grua negative që ju lodh kokën në lidhje me punën ose paratë. Kartat këshillojnë të rishikoni zakone financiare për të rifituar kontrollin. Të dashuruarit flasin për një zgjedhje të rëndësishme. Kartat këshillojnë të harmonizoni partneritete pune me vlerat tuaja për sukses të plotë. Kalojmë te prizëm orakull, ku kemi kreativitetin. Kjo kartë tregon se është e rëndësishme të përdorni imagjinatën për të transformuar tronditjet në mundësi dhe të shndroni sfidat në fitore të
pazakonta. Ky është edhe mesazhi për ju. Paçim!